A e keni parë se nga ku shoqërohet kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë e Vlorës Genç Zero Memaj në fushatën e tij derë më derë dhe lagje më lagje në Vlorë? Nëse jo, po ja u rikujtojmë ne. Kreshnik Ali Merko, kandidati i Bashkisë së Vlorës i Partisë Demokratike në zgjedhjet vendore të vitit 2007, ku humbi përballë